Të flasim tani për shqetësimet e ngritura nga institucionet e Kosovës, nga kryeministri i Kosovës dhe ministri i mbrojtjes së fundit, të cilët ngritën shqetësime për servitjet e ushtrisë serbe në afërsi me kufirin e Kosovës, për cilat thonë se përbëjnë kërcënim serioz dhe synojnë integritetin e Kosovës dhe gjithashtu i quajtën provokim, e kërkuan edhe reagim ndërkombëtar. Në lidhje direkte për diskutuar për këtë çështje, por edhe për ligjin për tuaj dhe implementimin e këtij ligji, e kemi ekspertin e sigurisë dhe kriminalistikës Arben Dashefsi. Atëherë Arben, faleminderit që jeni në këtë linjë direkte sot me ne. Ju falenderoj juve, mirë që u gjeta. Faleminderit shumë. Atëherë Arben, du të pyes fillimisht si po sheh shqetësimet e ngritura nga institucionet e Kosovës, nga kryeministri Kurti, i cili sot u deklarua lidhur me servitjet e ushtrisë serbe afër kufirit të Kosovës. Kemi parë reagime edhe nga shqiptarët që jetojnë në Serbi dhe në Lugin atje, të cilët gjithashtu po ngrisin shqetësime, sidomos për këto servitje që po bëhen edhe në zonat afër banimit. Çka do thonë, a mund të shihen më shumë si provokim apo kërcënim i sigurisë? Këtë shoh si provokimin e radhës, duke pas parasysh që në anën tjetër, pra edhe afër Jarinjës para 2 vite i kanë ofruar helikopterët e tyre jashtë dhe afër, mirë po kanë qenë teritorin e tyre. Normalisht që edhe në këtë pjesë Knena ka Karaqeva, me njësitin e tyre të parashutistëve, unë shoh direkt si provokim ndaj paqes dhe sigurisë në Republikën e Kosovës, sepse ky është ai establishmenti politik atje që ende nuk ka ndryshuar me mendësinë e saj të viteve të 90-ta, fatkeqësisht se ka mbet vendi i vetëm me mendësi të 90-ta, ai provokon dhe asnjë vend tjetër që rrethekon Serbinë nuk e provokon askush dhe nuk i bën këto ushtrime askush, sepse të gjithë prosperojnë të jenë NATO. Kjo e forcon atë bindjen e tyre se kinë se janë real, por në një anë janë me BRICS-in, sepse i kanë teknikën dhe të tjerat nga Kina dhe nga Rusia dhe nga Irani, kurse në anën tjetër thith pondet nga Bashkimi Evropian, dhe mendoj që është edhe koha e fundit që bashkia ndërkombëtare të reagojë më ashtu siç ka qenë edhe një kryesues i Parlamentit Evropian, kur ka thënë se sanksionet nuk janë, domethënë, larg për këtë establishment atje, sepse ja që i provokon fqinjët dhe asnjë fqinj nuk e provokon këtë. Po, dhe Arben, përveç provokimeve, shë mundësi që mund të ketë një destabilizim real të situatës në terren, marrë parasysh edhe zhvillimet globale, pra luftën në linjën e mesme, luftën pasaj atje të Rusisë në Ukrainë, pra mund të ketë një destabilizim të situatës sigurisë edhe në rajon, apo Serbia vetëm po e shfrytëzon për të provokuar situatën? Padyshim se qëndron kjo dyta sipas mendimit tim. Serbia gjithmonë i ka shfrytzuar situatat. Ne nuk po jetojmë, domethënë, në një kopsht me lule dhe që ta dim se nuk mund. Jo, ajo po të mund të nesër do të na sulmonte. Ajo na ka sulmuar në vitin 2023 me Bajnskën. Ajo na ka sulmuar edhe arterien kryesore të ujit në Republikën e Kosovës, që është lidhur edhe uji, por edhe energjetika. Në këtë moment dhe në këto raste ose çaste të vorbullave, pa sigurisht në botë. Ajo nuk guxon në asnjë mënyrë të vetme ta bëjë ndonjë sulm frontal. Jo që nuk do të dëshironte, por nuk ka guxim, sepse ata e din fare mirë se si do të reagonte tash në këtë kohë presidenti Trump. Por kjo është vetëm një. E dyta është se ne kemi NATO në Republikën e Kosovës. Ne nuk kemi antar i NATO-s. Këtu nuk ka nevojë asnjë aktivizim i amandamentit 5, vetëm po ta tentonte. Por ja që nuk e tenton, por provokimet, unë mendoj që nuk do t'i ndal as në ardhmërinë e afërt përderisa ndryshohet ky establishment, dhe 2, përderisa arrihet ai dialogu përfundimtar. Po, dhe Arben, aspektin e sigurisë, ekspert i sigurisë dhe kriminalistikës, cila do duaj përveç shqetësimeve që qeveria i ngrit edhe në nivel ndërkombëtar dhe i njofton ata për to kërcime, cila do duaj të ishin masa tjera të sigurisë në nivel vendi për të shtuar nivelin e sigurisë kur ka kërcime të kësaj natyre të sigurisë, pra të sigurisë nacionale, të sigurisë kombëtare, do duaj të kishte ndoshta edhe një mbledhje të Këshillit dhe të merreshin edhe masa tjera apo si? Po tash shembull konkret është reaguar te bashkia ndërkombëtare. E dyta ka dalë, domethënë, edhe KFOR-i, pra misionin Kosovë, ka thënë që kanë qenë në dieni në kuadër të këtij ushtrimi. Si rekomandim i imi, si njohësi i kësaj çështje të sigurisë, ti duhet ta forcosh kufirin. Është e vërtetë që kufiri është i vështirë dhe i tepisur. Në një anë ka rafshin, kurse në anën tjetër ka male dhe kodrinat të pistura. Pra, po flasim për 364 kilometra kufi me këtë shtet
që fatkeqësisht po e them edhe një herë stillet në mënyrë armiqësore. Ti duhesh ta forcosh kufinin, si me resurse imane dhe mos ta përmendi hiç fare sepse është e domosdoshme. Nuk është emergjente, është SOS pajisje teknologjike, sepse ato i ke dhe ato ti shfrytëzosh sa më shumë në ajër që ta monitorosh gjithmonë situatën dhe që të jesh vetëm vigjilent, mua ashtu siç jam vigjilent të gjitha shtetet bashkëkohore të Bashkimit Evropian. Në këtë rast në Ballkan ti e ke destabilizuesin Serbinë, ti vetëm merri masat në maksimum sikur më parë që pas luftës vitit 1999. Po, megjithatë Arben konsideron që sidomos pas sulmit në bazë institucionet e sigurisë kanë marrë mësimin dhe tashmë kemi një strategji më të durë sa i përket ndërmarrjes së masave sidomos në komunat veriore? Po, padyshim se po, sepse në atë aspektin e sigurisë, në atë sigurinë publike që duhet ta ndajmë gjithsesi nga siguria e jashtme, nuk ke asnjë incident etnik. Qytetarët pa marrë parasysh etninë në racën ose fenë janë të lodhur nga këto probleme që kanë qenë më përpara. Mirë po ti gjithmonë tash duhet të jesh vigjilent dhe vigjilencën duhet ta mbajsh deri në maksimum relaksimin e sigurisë publike ose sigurinë e brendshme. Por e ke atë sigurinë e jashtme paksa me tentim destabilizimi dhe duhet të arritësh në maksimum, jo për shkak se ka dikush ndonjë panik ose shqetësim. Nuk mbretëron asnjë panik dhe asnjë shqetësim të qytetarët e Republikës Kosovës, vetëm se duhet të jesh në vallën e vorbulla të sigurisë, duke pas parasysh sjelljen e këtij shteti ndaj nesh, ndaj Bosnjës, ndaj Kroacisë dhe ndaj shtetit tonë Shqipërisë tek e fundit. Po, dhe kemi inteligjencë mjaftueshëm të sofistikuar për zbuluar këto tentativa destabilizuese të Serbisë, sepse ti e përmendë që ndoshta nuk mund të kemi ose nuk mund të synojë Serbia një luftë frontale ose një përballje frontale, por kemi një inteligjencë sofistikuar për zbuluar, detektuar, parandaluar hershëm këto tentativa destabilizuese të Serbisë? Kur flasim ne për AKI-n, që e mbrojnë sigurinë kombëtare, ne automatikisht po flasim për ajkën e shtetit. Çdo qytetar i Republikës Kosovës duhet ta mbajë mend dhe nuk duhet ta harrojë kurrë se sa i ndihmoi Malit të zi, se sa i ndihmoi edhe shtetit anë të Shqipërisë në stadium futbolli. Mirë, por në Mal të zi e ka penguar puqin në atë shtet nga strukturat serbe që kanë vepruar në Mal të zi, por edhe që kanë hyrë pej Serbisë në Mal të zi. Konsiderohet si agjencioni më i aftë, pothuajse, në Ballkan është konkurrent me shtetet e Ballkanit dhe janë duke e punuar punën shkëlqyeshëm në 24 orë dhe 7 ditë javës dhe duhet të vazhdoj me këtë tempo. I përmenda vetëm 2 fakte, se çfarë profesionalizmi kanë, prej kujt janë të shkolluar, pra janë shkollë britaneze, janë shkollë amerikane dhe suksesi i tyre nuk duhet haruar, vetëm se duhet ta përmendur për sa na parashtrohet pyetja. Po, dhe sa i përket këtyre kërcimeve të sigurisë, tani ne e pam edhe përgjigjen e KFOR-it, e cila duke si një lloj demanti për atë që qeveria i quajti shqetësim për kërcimet të sigurisë, sepse tha që ishte informuar për këto stërvitje që nuk përbënin cenim të sigurisë dhe kërcim të sigurisë dhe se isin aktivitete rutinore. Si duhet parë ky qëndrimi i KFOR-it për këto stërvitje të Serbisë? Qëndrimi i KFOR-it është i mirëseardhët për ne si qytetarë të Republikës. Gjithmonë ka qenë, është dhe do t'jetë i mirëseardhur kur ata na i qetësojnë, domethënë zemrat tona, si qytetarë të Republikës Kosovës. Mos harroni që ne kemi shqetësime dhe kur i shohim domethënë parashutistët e tyre, afër edhe në territorin e Serbisë aty ku është e banuar me shqiptarë në rajonin e Bujanovcit. Por edhe ka rrethina e Karaqevës ose në çdo vend të Republikës Kosovës. Ne e mbajnë mend që këta na kanë sulmuar me sulmin në Bajnsk. Ne e mbajnë mend që ka qenë luftë e përgjithshme në vitin 1999. Ne e mbajnë mend që kanë sulmuar edhe arterin e ujit. E dim fare mirë që jemi sipas tyre dhe ideve tyre të 90-ta na kanë edhe në kushtetutën e tyre. Ata hartojnë strategji të vitit deri në vitin 2030 ku na kanë neve në strategji. Kurse ne jemi shtet i pavarur dhe të vranë. Normalisht që ne shqetësohemi, normalisht që ne alarmojmë gjithë bashkësinë ndërkombëtare dhe ne do ta alarmojmë gjithmonë gjithë bashkësinë ndërkombëtare sepse kemi përvoja të hidhura nga ta. Asgjë më shumë dhe më pak se kjo.
Po, megjithatë, përbën shqetësim edhe raportimet, edhe raportet e fundit që tregojnë për Serbinë. Ishte një raport së fundi i Institutit Ndërkombëtar të Stokholmit për kërkime dhe paqe, i cili dha përmes raportit dhe dënave konstatoi se Serbia është importuesi më i madh i armëve të sofistikuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor në 5 vitet e fundit. Pra, sa shqetësuese janë këto raporte kur shohim marr parasysh këtë armatimin e madh që po e bën Serbia dhe si sqarohet ky armatim kaq i madh që po e siguron Serbia. Po, nëse ma lejon për 1 minutë do ta sqaroj që prej Slovenisë dhe deri në Maqedoni. Këta kanë filluar me grumbullimin e armatimit që kur është sulmuar Slovenia në 10 ditë që në famshëm ai që e mban mend. Ku generali fam keq, Blagoje Agjis e sulmoi Serbinë, por e përzuri Janez Janša, e përzuri garda kombëtare e Slovenisë dhe por ajo e tërheku armatimin. Pastaj vazhdojnë në Kroaci, ku e mori edhe Krajinën serbe krijoi atje në Knin. Pastaj e mori edhe gjysmën e Slavonisë, por dështoi me stuhinë e Tuđmanit. Pastaj këta krijuan Bosnjën, krijuan Srebrenicën, Fotoçarin, bën gjenocid. Por gjitha luftrat ata tërhekën armë. Ata tentuan diçka edhe në Maqedoni. Por ja me politikën zhdërvillëse të Vasil Tuporkovskit dhe të Kiro Gligorov, Maqedonia shpëtoi, kapituluan me ne. Na vran edhe ne për kapituluan më 12 qershor të vitit 1999. Ky është armatimi që e kam mbledh nga Jugoslavia, sepse ka qenë forca e 4 në Evropë. Armatime kanë këta edhe strategji, kanë edhe fabrika zastava në Kragujevsk dhe gjithandaj e kanë strategji, por shtrohet pyetja ashtu siç i ka thënë, domethënë edhe presidenti kroat, ndaj kujt kët po e bën, sepse do të lajmërojnë në NATO për këto gjëra që po i bën destruktive ndaj rajonit, sepse askush nuk të sulmon, kurse ti ke sulmuar nga vitet 90-ta deri në kapitullim vitin 1999 pa të provokuar askush. Po, Darben, si shpjeguar mungesa reagimit nga ana Bashkimit Evropian, sepse përmend edhe ti ka qenë kryeministri i Kroacisë, i cili ka pyetur, ka shtruar pyetje sidomos për çështjen e blerjes së raketave kineze të blera nga ana e Serbisë, për cilin ka reaguar edhe ministri i Mbrojtjes në Kosovë. Si sqarohet mungesa e një reagimi nga ana Bashkimit Evropian për gjitha këto? Po ky reagim është reagim iracional sipas mendimit tim. Qasja duhet të ishte racionale. Sankcione duhet të vijen tashmë, sepse deri kur më do të shkoj Bashkia Ndërkombëtare në këtë rast Evropa me politikën e butë, domethënë të fshehjeve të gjëra përfundi gishtrinjeve. Nuk mund të shkosh më ashtu me këtë shtet i cili sa herë po e përmend fatkeqësisht që gjithmonë sillet me qasje destruktive. Kam thënë disa televizione, po e përsëris, vetëm sankcioni e ndalë këtë establishment politik që është tash 3 mandate, që po bëhen 17 vite, dhe nuk e ka njetë, nuk e ka as mendjen që ta ndryshoj këtë mentalitet. Normalisht që ne të Republike Kosovës kishim pasur qef të vije ndonjë establishment liberal, me politikë liberale, ku do të mund të fletshim me dikend dhe ta mbarojmë atë dialog një herë për gjithmonë. Pra telenovelën e quajtur dialog. Mirë, po ky shtet nuk është i gatshëm, andaj kjo qasje e Bashkisë Ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimit Evropian, duhet të ndryshojë një herë për gjithmonë. Po, Darben, duhet pyes pak edhe për implementimin e ligjit për të huajt, i cili ku ditëve të fundit ka ngritur debat pra prej kohës kur ditës 15 mars kur ka nisur implementimi i tij në Kosovë, ka pasur kritika për mënyrën se si do të implementohet për komunitetin serb dhe gjithashtu ka pasur kritika për lehtësirat, për të cilat thanë se qeveria krijoi lehtësira më të mëdha për komunitetin serb. Si e sheh implementimin e këtij ligji, a mund të si legalizimi i strukturave paralele dhe pranimi i dokumenteve të strukturave paralele të komunitetit serb nga ana e qeverisë së Kosovës? Unë e shoh këtë si mos të përkohshme, duke pas parasysh që në ditën e parë, por edhe në ditën e dytë, pat reagime. Pastaj reagimet u qetësuan, duke pas parasysh se hynën garancit që është mos e përkohshme, është edhe mos humane, por e përkohshme, sepse bëhet fjalë aty për qytetarët të cilët mund të kenë çfarëdo lloj problemesh dhe është një farë lloj lehtësimi i përkohshëm deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të përgjithshme, por nuk mendoj që cënon atë
sovranitetin ose që t'i legalizoj ajo që është ilegale, ka marrë fund më koha e legalitetit në ato pjesë ma tonë lumit Ibër, mirë po është një qasje senzitive, është marrë dhe me thonë një proaktivitet senzitiv, është përshëndetur nga bashkësia evropiane, por edhe njerë po e përcëris. Pat reagimin ditën e parë dhe dytë, nuk pat në ditën e tretë, sepse u pa me sa duket që është e përkohshme dhe sipas mendimit tim do të mbetet vetëm e përkohshme dhe asesi e përgjithshme. Dhe presni që gjatë kësaj periudhe kur komuniteti serb është ofruar hapësira mjaftueshme për të ofruar dokumentet të dhënat e tyre, do t'i binden dhe do të plotësojnë këto kriteret për të marrë këtë lejen e përkohshme dhe për të vazhduar pastaj përmes proceseve tjera për të marrë lejen e përhershme për të punuar në institucione ashtu siç po kërkohet nga ana e qeverisë apo se? Po, shiqoni, nëse mbanin mend dhe me thonë qastjen e targave për para se çfarë vështirësi kam pasaritur organet tona sigurisë, që derisa t'i bindin njerëzit që është i pakthyeshëm, do me thonë, ky veprim. Çdo veprim që është marrë nga institucionet tona të sigurisë, që kanë punuar punën e tyre në terren, ka qenë, do me thonë, i pakthyeshëm. Ty tash po t'jepet në një mundësi e dytë e përkohshme, sepse kanë mbet vetëm dy gjana pa u integruar, do me thonë, arsimi, por edhe shëndetësia, tash me anën e kësaj të kalimit të kufirit, po lehtësohet ty diçka që derisa të kuptosh që ajo e përgjithshme, do me thonë, nuk ka rrugdalje, nuk ka kthim, dhe në këtë periudhë, kjo është ajo forma e adaptimit e shoh unë, dhe pastaj mund t'jetosh ashtu si që jetojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallimet një, duke mos harruar faktin që ne kemi balë shim. Nëse tash rinia jonë e dim fare mirë që të udhtosh ti në Gjermani, sepse je pa viza, ti atje ke vetëm 3 muaj. Republika e Kosovës ka sakrifikuar diçka të përkohshme, duke mos dalë sipas mendimit tim prej pak ose atisarit, mirë po ka bërë diçka që nuk ka bërë askush në Evropë, sepse po të shkoj unë tash në Gjermani, unë pas 3 muaj, unë duhet të lëshoj atë vend, ose duhet të lajmërohem në organet përkatëse. Kjo është vlera e demokracisë Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj që këtë Bashkimi Evropian duhet të shoh si fazë shumë të mirë për Republikën e Kosovës dhe mos të ndalin ato ndihma që i ka premtuar sa herë, t'jenë në praktik dhe t'jenë sa më shpejt dhe që të na mundsoj edhe vendin kandidat, pse jo. Këso lëshime nuk ka askund në Evropë që ka bërë Republika e Kosovës. Po, dhe presni që lehtësisht mund kaloj procesi, marrë parasysh që edhe stafi akademik i universitetit duhet të dorëzoj dokumente dhe të marrë licenca në rrethanat aktuale, për shembull çështjen e arsimit duhet marrë nga Ministria e Arsimit, stafi shëndetësor duhet marrë licenca nga Ministria e Shëndetësisë për të punuar. Konsideroni që do të jetë i lehtë ky proces i licencimit, do të licencohen në këtë formë, marrë parasysh që komuna veriore vazhdojnë të udhëhiqen nga lista serbe, pra konsideron proces të lehtë këtë transformimin ashtu? Po, nuk e mendoj unë që do t'jetë fare lehtë. Nuk ka qenë fare lehtë as pagesa e energjisë elektrike, mbyllja e strukturave ilegale. Krejt jam i vetëdijshëm se çka po flas, sepse e di situatën dhe jetoj këtu. Kjo është Republika e Kosovës, ka edhe institucione tjera të konsoliduara posa ato të sigurisë në plotni, edhe organin e hetuesisë, pra të akuzës, por edhe organin e drejtësisë. Kompania Tripça ka qenë gjigant i madh. Ajo prona ka gjithandej në Republikën e Kosovës. Ajo prona ka edhe në malin e zi në Kamenov, ka plot e përplot bungallov në Bregdetin Adriatik. Në këtë rast, edhe fakulteti zyrtaro-metallurgjik i takon si pronë Trepçës, por edhe garazhat e ndryshme që janë në atë pjesë ose në këtë pjesë, ose dikun tjetër në Republikën e Kosovës, Novobërd, Viti, Gjilan, krejt Kishnis, krejt ku ka Trepçë, kjo është e Trepçës. Mirë, po nuk mund të kesh një tension kur do zgjidhet me organe gjyqësore dhe do të kaloj gjithë me ligj, sepse është ligji ai akti më i lartë juridik në një shtet, pas kushtetutës normalisht, mirë po është ligji ai që është në funksion dhe zbatohet në funksion Republikën e Kosovës, e gjitha do të kryhet sipas mendimit tim në procese gjyqësore, kush e ka atë drejtën dhe është organi i drejtësisë që do t'jep atë verdiktin final në formë të shkruar.
Po, Arben krejt në fund edhe një pyetje kam sa i përket pasi që serbët tani do të ofrojnë të dhënat e tyre fakte civile përmes të dhënave të tyre që do t'i paraqesin pranë ministrisë. Konsideron që ndoshta ky do të jetë për herë parë një proces ku mund të evidentohet edhe numri i serbëve që jetojnë në komunat serbe, marr parasysh nuk kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe për herë parë mund dim një numër më të saktë për serbët që jetojnë në Kosovë? Po, sepse ti si shteti pavarë dhe sovran duhet të eventosh njerëzit, dhe kjo është mënyra ma ligjore. Pra Ministria e Punëve të Brendshme tash edhe me pajisje teknologjike që i ka me softverët e ndryshme duke pas dhe gjitha ato që ka quhet teknologji mos ti nga ana e teknologëve, po do të jetë shumë pozitive sepse ti do ta dish me saktësi se sa njerëz jetojnë në Republikën e Kosovës në këtë rast të përkatësisë serbe. Të përkatësisë bosnjake, turke, rome, egjiptase ose ashkali e din, për shqiptar e din, sepse kanë marrë pjesë në zgjedhje, janë deklaruar, domethënë, edhe për regjistrim kanë marrë pjesë. Kur që komuniteti i serb gjithmonë ka qenë i dirigjuar nga establishmenti politik në Beograd, nuk ka marrë pjesë, tash është do si do më letë, sepse do t'i evidentohet të çdo kusht dhe do ta di Republika e Kosovës si çdo vend tjetër i Evropës për qytetarët e saj. Dhe kjo është anë pozitive, gjithë se cili këtë duhet ta merr si pozitive. Atëherë Arben, falenderoj shumë që ishe në këtë linjë direkte sot me ne. Ju falenderoj juve, doni ka punë të mbarë. Faleminderit shumë. Dhe pasaj intervistë tani është koha për bllokun e lajmeve të botës.